Përshëndetje miq, në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, sot kam ftuar kandidatën e qarkut të Vlorës, por sarandjotën e ëmbël dhe shumë të qeshur, zonjën Matilda Qurku. Përshëndetje Matilda. Përshëndetje Floriana, shumë faleminderit për ftesën, është kënaqësi që jam me ty sot. Kënaqësi Matilda, unë jam njohur me ty kur unë kam marrë në parti, edhe pse eksperienca jote në Partinë Demokratike është shumë më e gjatë se sa kaq, por kur unë kam ardhur dhe kemi nisur lëvizjen e foltores, të mbaj mend si një figurë shumë e qeshur në foltore me gratë, dhe madje ti ke qenë pjesë e posterit të parë që ka vënë zoti Berisha atëherë për lëvizjen e foltores ku ishte duke folur. Edhe spikasje nga e qeshura përgjithsisht në fushën e politikës nuk është kaq evidente. Ti ke qenë gjithmonë kështu, besoj. Unë karakterizohem nga e qeshura ime, madje ndonjëherë dhe ma bim vrejtje, më thonë po është situatë serioze, ti pse qesh? Edhe unë e kam si moto jete në fakt që në Shqipëri mungon e qeshura. Njeriu kur qesh tregon që është i lumtur, që është mirë dhe e përcjell këtë gjë detyrimisht dhe tek ai që ja tërheq vëmendjen, qoftë me buzëqeshje. Është impakti i parë që ti ke me njerëzit. Edhe në politik mungon shumë kjo gjë dhe ne duhet ta praktikojmë jo vetëm ne zonjat, që patjetër që na shkon shumë, po unë them që dhe zotrinjve u shkon shumë të jenë të qeshur. Absolutisht, kjo është me natyrë dhe unë të kuptoj shumë mirë, sepse edhe vetë jam kritikuar në politikë për këtë, por jam e kënaqur që kam një shoqe që mund ta ndaj këtë përjetim. Matilda, për ata që ty nuk të njohin, ose sigurisht në Sarand ti njihesh, por për te, po themi, më trego pak për angazhimin tënd në politik. Ti je një grua e re, nën e 2 fëmijëve, një juriste, gjithashtu edhe një sipërmarrëse, por politika ka qenë pasioni yt prej shumë vitesh tash. Po, politika më fitoi zemrën. Në fakt, unë e zgjodha me dëshirën time më të madhe, më kujtohet, kam qenë dikur rreth klasës së 5, kur zyshat na pyesnin çfarë dëshiron ti të bëhesh në jetë, edhe unë kam thënë do bëhem avokate. Edhe ndoqa këtë ëndër, u shkollova për juridik, në 4 vite në Tiranë për drejtësi, dhe kur u ktheva në Sarand, e pash që nuk që mjaftueshëm fusha që unë do bëja. Më duhet të bëja diçka tjetër për ta bërë jetën ashtu siç unë e doja, për të dhënë mundësit ashtu siç unë i doja për të rinjt dhe për Sarandën time që unë e dashuroj shumë. Xhaxhai im është shumë i përfshirë në Partinë Demokratike, edhe familja ime, po babi pak më i tërhequr, ndërsa xhaxhai shumë aktiv, ka qenë pjesë edhe e studentëve të dhjetorit, edhe më ka rritur me këtë historinë e vetë të regjimit, se si u mposh, se si u krijua demokracia, liria. Nga natyra jam vajzë shumë e lirë, unë e them atë që është siç është dhe nuk dua të gjykohem për atë që unë mendoj se në fund të ditës mund të jetë gabim, po unë ashtu e mendoj. E djathtë tipike, do thosha. Edhe kështu që u futa në forumet e partisë, normalisht nga të rinjt me radhë në seksione. Pastaj ishin zgjedhjet e partisë, unë kam qenë e punësuar në atë periudhë, kam qenë specialiste e sektorit ligjor në IEVP Sarand, edhe në një diskutim me shoqe prap, i them po unë do futem në politik, koleges të zyrës. Më tha, po seriozisht e keme? Po, i thash, unë do futem, do kandidoj, po dola, jam okej, po s'dola, prap do qesh. Edhe u futa, dola, femra me votuar atë periudhë. Kur ka qenë kjo? Ka qenë dikur e vitit 2011, fund 2011, fillim 2012. Edhe kështu që u futa në politik si shumë e angazhuar antare kryesie e degës së Partisë Demokratike Sarand. Aty filloi angazhimi im 24 orë në 24 me Partinë Demokratike. Po çfarë të ka pëlqyer më shumë në gjithë këto vite përfshirje, si antare kryesie, si sekretare dege, si drejtuese e degës së Sarandës? Në fakt, jem me sinqert, unë në politik kam qenë gjithmonë opozitare. Nuk e kam njohur pushtetin në fakt. Edhe më ka pëlqyer shumë që kemi qenë zëri dhe mbështetja e njerëzve që kanë nevojë. Edhe tani që pranova të jem pjesë e listës së hapur me shumë krenari, e pranova për të qenë zgjidhja
e problemeve të tyre. Atyre problemeve që kanë 12 vite që fliten, por nuk gjejnë zgjidhje. Kështu që unë tani dua të jem zgjidhja e tyre dhe kërkoj votën e tyre, jo për Matildën vetëm, por për Partinë Demokratike që ajo të jetë në pushtet dhe unë mos të jem një zë i problemeve të tyre, po të jem zgjidhja e problemeve të tyre. Fusha që unë e kam dhe slogan të fushatës time Matilda Peshkon regjimin ka të bëj me peshkimin në Sarandë. Po, dhe këtu desha të ndalesh pak për ta elaboruar pak më shumë. Ti vjen nga një familje që e ka edhe në një farë ADN-je peshkimin, edhe historik të saj, edhe ke një biznes familjar që lidhet me peshkimin, dhe është gjetur një slogan interesant për Matildën, Matilda Peshkon regjimin. Më flit pak për peshkimin edhe këtë historinë tënde me të. Unë jam vajzë peshkatari. I madh çdo gjë që ka në jetë e ka fal peshkimit dhe niprit e mi dhe fëmijët e mi thonë që ne nëse nuk do ishte peshku nuk do ishim këta që jemi sot. Dhe realisht është e vërtet kjo gjë, nëse nuk do ishte peshkimi edhe babi që ishte i fokusuar 100% te kjo gjë dhe mami që e mbështeste nga mbrapa, ne nuk do ishim familja që njihemi në Sarandë si familja e donit të peshkut. Edhe është një biznes që ka të bëjë edhe me rritjen është një biznes që ka të bëjë me rritje dhe tregtimin e peshkut. Tashmë ne kemi dhe 2 anijet tona, për te vivareve që quhen vendet ku kapet peshku, ne kemi 2 anije që peshkojnë në zonën e Sarandës. Kemi një staf shumë të mirë i cili është stafi i varkave, pastaj stafi që e përpunon peshkun, e shet magazinat edhe tregtia. Dhe së fundmi kemi hapur dhe një restorant përsëri peshku. Të gjitha këto u bën që unë ta ndiej problemin e peshkimit në Sarandë në palc. Dhe në momentin që ti, jo se kur je jashtë nuk e ndjen, po kur të dhëmb, bëhesh më fort zëri tyre. Dhe unë jam me peshkatarët e Sarandës edhe në shi, edhe në borë, edhe kur ka det dhe ata detyrohen për gjithë natën që të mbajnë varkat sepse u thyen, jam aty me ta, i shof, i ndiej. Jam aty me ta kur i shikojnë jahtet të parkuara dhe marrin naftën me 6 lek për litër, ndërkohë që peshkarexha e merr me 1.000 lek, 196, si lëviz kursi, po shumë më shtrenjtë se jahtet. Jam me ta kur vuajnë se nuk gjejnë më peshkatar, se na duhet që ta aplikojmë për të marrë shtetas të huaj, edhe kjo ishte bërë një monopol, që nëse dikush që kishte një firmë në Tiranë donte, ta sillte atë shtetasin e huaj. Nëse ai nuk donte, ti thjesht duhet të mbyllje anijen dhe ta shikoje që rënohej. Të gjitha këto më bën muaj që në kaq vite politik të jetë fokusim kryesor zëri tyre. Për fat të keq, ne kemi patur ministren deputete të zonës tonë. Dhe ajo, kur ishte kandidate për deputete, bëri një takim me peshkatarë dhe u premtoi shumë gjëra. Por nuk hariti të bënte asgjë. Nuk donte të bënte asgjë sepse i kishte të gjitha në dorë. Nëse Ina që ishte deputetja jonë, ishte deputetja opozitës, vetëm prej fjalës së saj, Ina e ka përmendur në parlament që peshkimi i Sarandës nuk ka ndriçim, dhe të nesme në mëngjes në gjëje punonësit e bashkisë si vun ndriçimin. Po. Ndërsa ministrja, që e kishte me një firmë të vetën çdo problem të peshkimit për ta zgjidhur, nuk u zgjidhi as ankorimin e anijeve. Do me thënë, ty të ka dhënë satisfaksion konkret të gjithë kjo eksperiencë e jotja, por gjithashtu edhe ngritja e zërit, që faleminderit që ma ilustrove edhe për publikun që e ndjek pak më shumë. Por politika sigurisht ka pas ullje ngritjet e veta, ka pas vështirësitë e veta, ti je një nën me 2 fëmijë dhe djalin e ke 2 vjeç e gjysmë. 2 vjeç e gjysmë më parë, po, pra pas lëvizjes së foltores, si ka qenë ti menaxhosh edhe fëmijët, edhe biznesin, edhe politikën? Ka qenë e vështirë, po kur ke dëshirën për ta bërë çdo gjë harjet, dhe kur ke dhe mbështetjen e duhur, dhe unë fatmirësisht kam mamin të parën që e kam aty non-stop, edhe u përgjigjet fëmijëve dhe familjes,
se si zonjë unë duhet të isha në krye të shtëpisë në fakt, po jam një zonjë që më vjen keq që e them, po unë jam gjatë gjithë kohës rrugëve. Kështu që ka mamin që i përgjigjet fëmijëve. Dhe pak të suport sigurisht një grua në politikë nuk e ka të thjeshtë. Pa diskutim. Qoftë edhe nga bashkëshorti, do të thosha. Kam dhe një bashkëshort shumë mirë kuptues, ai mban bizneset së bashku me babin, po në të njëjtën kohë ka patur një periudhë kohe që vinte gjatë gjithë kohës me mua, se duke qenë një rrugë shumë e largët nga Saranda në Tiranë, na duhet shpesh të vim në Tiranë. Edhe mua më duhej dikush të vinte me mua dhe ai ishte gjithmonë i gatshëm të vinte me mua. Kështu që ka qenë suporti më i madh për mua që unë ta vazhdoja këtë rrugë. Por për te çdo gjëje, të jesh femër në politikë është shumë e vështirë se sa e mendojnë njerëzit. Ne thamë për pozitivitetin që japim të dyja, por është shumë e vështirë për ne që paragjykohemi, që ndeshemi me probleme nga më të ndryshmet, por i lëmë njanë. Desha të pyesja pak në lidhje me këtë në fakt, sepse shpesh paragjykimi është në qoftë edhe në Tiranë që është kryeqytet, e pastaj me siguri që në qytete më të vogla është akoma më i madh, por shërbeni si modele edhe ti, pra edhe Ina, edhe gratë të tjera të përfshira, nuk e thënë që po, ne jemi këtu dhe ndoshta edhe dikush tjetër që do të përfshihet, ju shes si modele për t'u përfshirë gjithashtu. Kështu që përgëzime që e keni kaluar këtë. Unë e kam bërë edhe, le ta themi, reelsin që janë në mod tani në fushat, e kam bërë reelsin tim të parë se çfarë do t'i thosha Matildes së vogël, dhe i kam thënë pikërisht këtë gjë. Femrat nëse duan, e vazhdojnë atë që duan, me kokën lartë dhe janë të destinuara të bëjnë disa gjëra me buzëqeshje. Dhe kur e kthejnë kokën pas, e shohin që kanë lindur për atë gjë. Edhe unë këtë po të thosha që ne, edhe pse nëse të marrë më të thjeshtën e një nëne, fëmia jon ka patur tër natën temperaturë, edhe ne do duhet të jemi tër natën pa gjumë, do të çohemi në mëngjes, si që do veshim kostumin, do veshim dhe buzëqeshjen, dhe në të njëjtën mënyrë do t'i përkushtohemi edhe punës që kemi marrë përsipër. Unë jam në fushat tashmë, jam 24 orë në takime me njerëz, është një lodhje pa diskutim fizike dhe mendore e jashtëzakonshme, por mua më duhet të jem përsëri e qeshur në radhë parë për fëmijët e mi, për t'i dhënë atyre të gjithë mbështetjen morale, sepse ata nuk e kuptojnë. Çuni pa diskutim që jo fare, po dhe goca që është 10 vjeç, e ka pak të vështirë për të kuptuar se çfarë është duke bërë mami dhe ndonjëherë thë, po pse lodhesh ti më me njerëzit e tjerë? Dhe mua do duhet t'i tregoj përdit asaj që mami lodhet për të mirën e saj në radhë të parë, dhe që ajo duhet të rritet me modelin e një femre të fortë, të qeshur, që harri çdo gjë në jetë, nëse do, me punë dhe me mund. Absolutisht. Dhe në fakt është interesant, sepse kam patur rastin të diskutoj edhe me disa kandidate të tjera, me vajza dhe fëmijë në këtë moshë. Dhe fëmijët kur arrin në këtë moshë 10-12 vjeç fillojnë pastaj edhe të duan të kuptojnë pak më shumë edhe nga fusha e politikës, por edhe nga puna dhe modeli që kanë nga prindrit. Dhe është interesant ky shpjegim që i ke bërë vajzës, jam e bindur një lloj faj ndjen kur e lë edhe nuk kalon mjaftu shumë kohë me të? Nuk e ke iden se ndjej, në fakt këto 3 ditët e fundit kur hy në derë edhe e gjej çunin zgjuar. Edhe manifeston atë gëzimin e madh që po i shkon mami në shtëpi. Realisht, Florian, po ta them, më them ndonjëherë, jo nesër nuk do dal dori me çunin. Ndihem shumë në faj që nuk jam afër tyre. Vajza ka patur se çunin të paktën e kam shijuar në kuptimin që për shkak të shtatzanisë shumë të vështirë që unë pata, bëra një hap pas në politikë edhe nuk isha më kaq evidente, kaq në terren edhe kaq e angazhuar. Dhe u përkushtova pak atij, ndërsa te goca në 2015 kemi patur fushatat për bashkit, edhe unë isha sekretare degja, dhe goca ka qenë 40 ditë, kur unë e kam lënë edhe kam dalë në terren në fushat.
Edhe sot kur më pyet ndonjëherë ma, po unë kur e kam bërë këtë gjë, ndihem shumë në faj se më duhet të pyes motrën ose mamin që të më thotë se kur e ka bërë ajo që unë t'i përgjigjem asaj. Edhe për këtë gjë ndjej shumë faj që e kam bërë, sepse nuk vjen ma ajo kohë. A do ta bëje prap? Po unë po e bëj prap. Pak më ndryshe në kushtet tjera në qikë. Unë po e bëj prap dhe pse isha betuar që nuk do ta bëja prap, por po e bëj prap dhe po e bëj prap me të njëjtën dashuri, me të njëjtin besim dhe po e bëj ta them prap që po e bëj për ata. Unë jam e bindur që në radhë të parë çdo nën do mendoj për fëmijët e vet dhe nëse mendon për fëmijët e vet, i ka dhënë shumë dhe fëmijëve të tjerë. Edhe duke qenë se në Sarandë ne na mungon rinia, na mungojnë fëmijët. Dhe ne ndihet kjo kohët e fundit? Ndihet shumë. Them të drejtën, tani që jam në fushat, edhe normalisht kandidati ka nevojë për një staf shumë të gjerë që t'i mbuloj shumë gjëra. Dhe ku më afër apo ku më mirë se sa tek njerëzit e tu do mbështetesh. Edhe unë nga një fis shumë të madh me të rinj që kam vetë dhe nga një fis shumë i madh që ka bashkëshorti, kam në krah vetëm kunatin tim. Sepse unë dhe ti me motor e kam në Tiranë, edhe niprit e mi janë në Tiranë, sepse kanë ardhur këtu për një jetë më të mirë. Dhe motra ime bën një sakrificë të jashtëzakonshme, vjen të hënën pak dhirë në Tiranë për të qenë fëmijët në shkollë dhe kthehet në Sarandë të premten në mesnat që të paktën të shtunë të diel të më ndihmoj mua nipi që është 22 vjeç edhe mund të vi mbas meje dhe motra me fëmijët apo me bizneset të ndihmoj mamin edhe bashkëshortin tim. Ndërsa kunati është i angazhuar 24 orë mbas meje dhe ai mund të lehtësojë nëse ne do kishim të rinjt e fisit tanë që janë të gjithë që nga Amerika, Anglia, Greqia. Absolutisht. Dhe kjo është shumë e dhimbshme. Të njëjtën gjë do të them dhe për forumin rinor. Ne nëse shohim fotot e forumit rinor ndër vite, ka ardhur duke u paksuar. Jo sepse ikin njerëzit nga Partia Demokratike, siç duan ta shesin kundërshtarët tanë, por sepse këta të rinj nuk kanë të ardhme në Shqipëri dhe largohen për një të ardhme më të mirë jashtë shtetit. Dhe unë jam e bindur edhe në takimet në diasporë që kemi bërë, ata të rinj që kanë ikur gjatë këtyre 12 viteve të regjimit e Tiranës, absolutisht që kanë ikur nga pamundësia dhe unë të paktën kam ndjerë që këta të rinj me një ndryshim të Shqipërisë do të riktheheshin prapë. Unë nuk e dim nëse e ke hasur ti apo jo, me sarandiotët e ikur këto. Para një jave isha në Athinë, që bëra takimin tim me emigrantët, edhe nuk e ke idenë, kisha sallën të mbushur me të rinj. Me miq, me të njohur, me bashkëmoshatar, që më thoshnin vetëm Matilde vazhdoj që ne të kthehemi aty. Saranda është parajs, Saranda i ka të gjitha mundësitë që ti të jetosh shumë mirë. Por kur të jepen hapësirat, unë të thash që kam biznese, po është e pamundur të jetosh. Si e shikon Sarandën të ndryshoj me ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet? Të them të drejtën, me Sarandën në sytë e mi si Matilde se si e kam jetuar dhe si jam rritur, duhet rafshuar dhe bërë nga fillimi. Po kjo nuk bëhet. Nuk dua të gënjej, kjo nuk bëhet. Që Sarandën ta bëjmë dhe ta kthejmë në identitet. Por ne do ta rregullojmë kështu siç është Saranda. Mund të bësh një paralelizëm, pra si e mban mend ti Sarandën në kohën tënde të fëmijërisë dhe si ka ndryshuar tani? Sa të bukur e mbaj mendun Sarandën në Florian kur isha e vogël, edhe ecnim zbathur shkallareve të Sarandës që ishin të punuara me gur dhe kur dëgjonim këta mjeshtrit e gurit që Saranda i ka autokton aty, që thoshnin që për një gur na duhej një javë deri në një muaj punë, që pastaj ta vendosnim këtu te shkallaret. Edhe sot, kur kaloj tek ato shkallare, duhet të më mbaj dikush se mund të hap dhe kokën, mund të biesh, më dhëm në shpirt. Edhe kjo bëhet, në fakt, guret nuk i kthejmë dot më, se guret janë përdorur për vila, fatkeqësisht, të pushtetarëve sot, por duhet ta kthejmë Sarandën në identitet, t'i kthejmë bulevardit identitetin, nuk kemi pse e kemi me mermer në bulevardin e Sarandë, mund ta kthejmë siç ishte, me gure. Të heqim rrugët me kaldrëm, unë nuk e di që do Saranda rrugët me kaldrëm. Ku ka qenë në kë histori të Sarandës e kanë lexuar që Saranda duhet të ketë rrugë me kaldrëm. Plakat, nostalgji tjetër, ne bënim plazh te plakat. Plakat në Sarandë ishin vendi i takimit të rinisë.
Ishin guret që shkonin deri në det, edhe përgjithsisht atje hidheshe me kokë, sepse vendin direkt në thellësi nuk ishte avash, dhe ishte e mbushur me rini. Ato pllakat sa të bukura që ishin. Dhe ndërkohë tani Saranda është pushtuar edhe nga kryeqytetasit, edhe nga të huajt, edhe nga... Nuk ne kanë ata fajin, ata mirë se të vjen se Saranda sektorin kryesor ka turizmin dhe të mbahet nga turistët. Ne na kanë fajin lejet e ndërtimit që japim, vizionin që kemi për Sarandën, hajti prishim pllakat edhe t'i bëjmë Maldive. Po shumë të bukura janë Maldivet, po janë për Maldivet ku jetojnë. Saranda është për atë që është Saranda. Ka shkëmbinjt, ka plazhet me rër, ka lumejt pak më tutje që derdhet Bistrica në kanalin e Çukës, nëse ke qenë dhe e ke parë. Dhe me thënë, ka Butrindin pak më tutje, i ka të gjitha dhe ti duhet t'i japësh mundësi turistit t'i shofi të gjitha. Nuk ka pse vete sot në Kodër, se tek Lagja Kodër kanë qenë pllakat, dhe të jetë me rër plazhi, se nuk ka sens. Nëse ti do rër, do shkosh tek plazhi i ri që ishte me rër historikisht, se ashtu ishte ndërtuar si plazh. Ti nuk do vish tek porti i peshkimit për të bërë port jahtesh. Unë nuk jam kundra investimeve, absolutisht, duhet të përshtatemi me kohën, por jo duke prishur identitetin e Sarandës. Ne mund t'i ndërthurim të dyja, Saranda është mjaftueshëm e madhe për t'i bërë të gjitha këto gjëra. Absolutisht. Po përsa i përket njerëzve që keni takuar në fushat, të mirë kuptojnë në gjitha këto ide, i diskutoni bashkë, çfarë të shohin si absolutisht primare për të ndryshuar? Çfarë duan njerëzit në Sarandë? Të ndryshojnë qeverinë. Kjo është absolute, domethënë. E shohin shpresën kryesorja që njerëzit duan në Sarandë dhe e thonë është të iki ky regjim. Portën europiane që ne na e tund kryeministre, për në Sarandë edhe Konispol, Finiq, Delvin edhe Himar nuk vlen, se ne jemi gjithë me pasaporte europiane. Ne kemi bërë gjithë dokumentat greke, edhe kryesorja që janë bërë dokumentat greke është shëndetësia. Gjysma e fëmijëve të Sarandës fatkeqësisht kanë vendlindjen të gjithë Greqi. E kupton? Edhe madje ne që unë kam qenë një prej tyre që fëmijët e mi i kam lindur në Tiranë, ka qenë moj ty, po si do vesh të lindesh në Tiranë ti? Po pse? Po shkome në Greqi si vëllë, po çfarë thua? Tirana do me thënë është penduar e pa konceptueshme që të vije këtu edhe... E para e shohim shumë larg. Duket si distancë shumë e largët. Po në fakt distanca është e largët dhe më duhet që ta theksoj edhe për publikun që ti po më thosha më përpara që masterin e ke bërë këtu ndërkohë që shkoje dhe vije nga Tirana. Po ti nuk zgjodhe Greqin në këtë rast, zgjodhe pikërisht kryeqytetin tonë. Unë e di që Shqipëria ka mjek nga më të mirët në rajon. Edhe për të lindur e kam patur që vajze vogël, kur diskuton që doktorët kështu kam patur fiksimin edhe fiksimin. Kam patur atë idenë që unë do lindja në Tiranë dhe do t'i besoja jetën e 2 fëmijëve të mi, doktor Alim Kosovës. Edhe ja dola, fal mundësive që kam në fakt, edhe fal rrugëve që u bën në konton, dhe nuk ishte më 8 rrugë vajti ardhi, por u shkurtua goxhat e 3 orë e gjysmë që unë t'i bëja fëmijët e mi, t'i lindja të 2 në Tiranë. Jam shumë patriote dhe nuk doja që as Ajla dhe as Adori ta kishin vendlindjen në Greqi. Unë doja të ishin mundësisht të kishin vendlindjen në Sarandë, siç e ka ëma dhe Jati. Nuk doja që ata të kishin atë vendlindje dhe zgjodha më mirë sakrificën e rrugës që unë të vija dhe ta bëja në Tiranë këtë gjë. Dhe në fakt ti e lidhur ke qenë me Sarandën gjithmonë, nuk e ikur as për studime, nuk edhe po thosha vjen shpesh në Tiranë, po thosha nuk para vi shpesh në Tiranë. Vi vetëm kur jam e detyruar të vi në Tiranë. E do vendlindjen tënde, e do qytetin tënd dhe manifeston këtë gjë dhe besoj që edhe sarandiotët, sidomos demokrat, sigurisht të duan ty. E ndjejnë se ti do ndryshosh? Saranda e di mirë, jo vetëm demokratët, por edhe pala tjetër e di shumë mirë që Matilda nuk i kanë nga Saranda. Edhe kur më pyesin që do fitosh dhe çfarë do bësh në 12 maj, unë i them është e sigurt që nuk do ndryshoj vend banim. Unë do ta bëj këtë sakrificën që kam bërë tek masteri, që vija 3-4 herë në javë vajti ardhje, ndiqja leksionet edhe seminaret, do ta bëj edhe kur t'jem deputete dhe do vi në parlament aq herë sa duhet
për të qenë zëri i Sarandës, po nuk shkëputem nga Saranda, nuk i heq fëmijët nga Saranda, patjetër që nuk i lë bizneset, kështu që unë jam e lidhur aq shumë me Sarandën, do të them një kështu histori të vogël kur isha studente. Kur i kanë vit parë, normalisht e përjetova si çdo vajzë që shkëputet nga familja, shumë keq shkëputjem, po në të njëjtën kohë edhe i me mëj që po ikte vajza. Edhe të gjitha shoqet e saj edhe komshiet tona i thoshnin, iku Matilda tani, mos e pritë të kthehet prap. Ja, do lidhet me ndonjë çum, do vazhdo jetën në Tiranë, ti mos e prit më. Matilda çdo fundjavë në Sarandë. 8 orë rrugë mbaroja leksionet seminare të premte, ne kemi patur dikur rreth orës 2-3 mbaronim, në orën 4 që autobusi për të ikur në Sarandë, unë i hipja autobusit shkoja në Sarandë. Të dielën në orën 10 të darkës ka qenë autobusi i natës atëherë që vinte në orën 6 të mëngjesit në Tiranë, unë i hipja çdo javë, e kam bërë Florian çdo javë këtë punë dhe nuk lodhesha, nuk mërzitesha. Shkoja plot energji të hënën në leksione që në 8 të mëngjesit, nuk mungoja kur. Dhe fati e deshi që unë dhe bashkëshortin ta njoh në Verë në Sarandë. Okay. Dhe ai duhet cilësuar, është mjek veterinar. Po, ai është mjek veterinar. Por që i përfshirë gjithashtu edhe në biznesin tuaj të familje. Është i përfshirë në biznes, është i përfshirë në politik, është kudo kur dhe Matilda. Familja jote është e gjitha e përfshirë në politik, si familja e burrit edhe e jotja. Shiko, ne jemi aq demokrat sa kur kemi bërë një vjetorin e Gocës, edhe kemi ftuar miqt dhe gjithë afërmit tan, diku e kemi bërë pak të madh, diku te 150 veta. I vetmi njeri që nuk kishte bindje të djathta ishte kameramani. Po, kjo e tregon gjithë. Kështu që nuk jam le të flas më për këtë gjën tonë dhe Partisë Demokratike, se sa të lidhur jemi. Matilda, ku e gjen ti gjithë këtë energji dhe pozitivitet që të karakterizon? Sepse po flasim për politikën, po flasim për një fushë të arshpër, po flasim për një fushë që ka edhe zhgënjime, ashtu siç edhe ti e ke pasur, po nuk e di a ke vazhduar me këtë buzëqeshje edhe atëherë edhe nga se të buron kjo? Kur përjetova humbjen time të parë në politikë si sekretare degje ka qenë 2015 humbjet e bashkive. Po. Edhe ne kishim një kandidat që Saranda e donte shumë. Edhe po të pyesësh edhe sot thonë që ai është i duhuri për Sarandën, e përshëndes Krashnik Bozho, edhe ne në fakt nuk është se i humbëm ato zgjedhje, ne na i vodhën ato zgjedhje. Dhe unë prap e mora veten, buzëqesha dhe i thash që jo, nuk dorëzohet njeriu. Nëse njeriu dorëzohet mbas çdo vërtetësie në jetë, i bie që është njeri i dështuar. Edhe unë nuk jam mësuar me dështime në jetë. Me humbje jam mësuar, me dështime kurrë. Ne jemi popull që jemi shtypur me diktaturën, edhe shpirtrat e lirë janë larguar nga Shqipëria. Nuk e kam përballuar dot këtë gjë. Atë gjë që unë e them që do ndodhi nëse ne nuk luftojmë fort për ta mbrojtur votën e qytetarëve dhe për t'i dhënë zë qytetit, për të qenë këtu, ky do t'ja harri dhe do t'a shpopulloj Shqipërinë për ta katandisur një grusht të vogël njerëzit të shtypur që manipulohen shumë kollaj. Ai e thot me të madhe që do vinë punonjësa të huaj. Po, vinë punonjësa të huaj, po pse duhet të vinë kur ne kemi shqiptarët pa bukë? Absolutisht. Unë kam patur takime me të rinj që e shohin veten pa shpresë. E shohin veten që nuk kanë të ardhme, e shohin veten që nuk kanë një mundësi, me shkolla, edhe që punojnë punë, jo se puna është turp, absolutisht jo, puna është nder çdo lloj pune që bëhet. Por kur ke bërë një shkollë edhe nuk e hapësirën për shkollën që ti bën, kjo të vret dy fish. Kjo të vret dy fish. Absolutisht. Kështu që kjo gjë është e padiskutueshme që në 12 maj do të ndryshojë edhe të rinj do kthehen dhe do kenë mundësitë që të futen të garojnë në vendet e punës dhe mos të zihen vendet e punës nga militant, por të zihen nga njerëz të aftë. Absolutisht. Unë të përgëzoj Matilda për këtë pozitivitet dhe këtë shpresë që ti rrezaton dhe për këtë model që je jo vetëm për Sarandën dhe gjithë qarkun e Vlorës, por mbi të gjitha për fëmijët e tu që e shohin mamin vërtet
të aftë për ta sjellë të ndryshim. Faleminderit shumë ty që më bëre pjesë të kësaj copës tënde të vogël, të qeshur edhe plot pozitivitet, edhe që më shkëpute pak nga shpërsia e fushatës për të folur për familjen, për Matildën edhe për gjithë konceptin që unë kam për Sarandën dhe zonën. Urime dhe fitore. Faleminderit.